Prandaj Bilali radiallahu anhu ishte gëzu. E Uthmani radiallahu anhu ishte gëzu. Dhe kishin pa ëndra se do të takohen nesër me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Uthmani radiallahu anhu natën që e kishte pas në fundit në jetën e vet. Ama ndër dy herë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Nurej. Kishte pa në ëndër pejgamberin alaihi salatu wasalam, Abu Bakrin dhe Omerin. Dhe ata kishin thonë agjëra nesër se iftari këllë botëna. Dhe të nesërmen ishte zgju i agjërueshëm, duke lexuar Kur'an, kishin ardhur xhavarixhet dhe kishin ekzekutue sabran, duke durue për hir të Allahut. Edhe se shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kishin thonë të mbrojna, ai kishte realizuar premtimin e fjalën që kishte dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Bilal radiallahu anhu, në shtatën e vdekjes, tha: "Gadan alqa al-ahibba Muhammadan wa sahbah." Nesër do të takoj dashurët e mi, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. S'ka diçka më të madhe në këtë botë, nuk ka akide më të madhe, urdhër më të madh, drejtësi më të madhe, hare më të madhe, lumturi më të madhe se kujtimi i takimit me Allahun subhanahu wa ta'ala.